Libri Forca e ndërdijes nga doktor Joseph Murphy. Kam qenë i vetëdijshëm gjatë çuditërave të shumta që u kanë ndodhur njerëzve anë e kënd botës. Po qese i re keni fuqisë magjike të ndërdijes suaj, çuditëra do t'ju ndodhin edhe juve. Libri që jeni duke dëgjuar tregon se mendimet tuaja të zakonshme, të përditshme dhe paraqitjet tuaja mendore formojnë dhe krijojnë. I tillë është edhe vetë libri. A i dini përgjigjet? Pse dikush është i pafat e dikush i lumtur? Pse dikush është gazmore i pasur, ndërkaq dikush i mirë dhe i varfër? Pse dikush është frikacak dhe i pasigurt e dikush përplot besim? Pse dikush ka shtëpi të bukur dhe luksoze, dikush në prag të skamjes jeton në periferi të mjeruar? Pse dikush arrin sukses e dikush vazhdimisht has në mos sukses? Pse dikush është orator i shkëlqyer dhe i dëshiruar e dikush tejet mesatarisht pritet nga njerëzit që u drejtohet? Pse dikush trajtohet si gjenial në punën që kryen e dikush ndonse me përpjekje mbinjerëzore nuk mund të arrijë kurrë rezultatesh? Pse dikujt i shkon përdore të shërohet nga e ashtu quajtura sëmundje e pashëruar e dikujt jo? Pse gjithaq njerëz të mirë dhe besimtar i dërmojnë vuajtjet e tmerrshme trupore dhe shpirtërore? Pse gjithaq njerëz amoral të leqitur nga Zoti arrin sukses në qëllimet e veta dhe kënaqen me shëndet të përsosur? Pse ndonjë grua jeton në bashkëshortësi fatlume ndërsa e motra vua në pafatësi? A thua gjenden përgjigjet e këtyre pyetjeve diku në thellësi të vetëdijes dhe të ndërdijes së secilit prej nesh? Me siguri, po. Arsyeja e botimit të këtij libri. Me qëllim që t'u përgjigjem këtyre dhe shumë pyetjeve të ngjashme, vendosa ta shkruaj këtë libër. Jam udhëhequr nga dëshira që me një gjuhë teje të thjeshtë t'i shpjegoj të vërtetat themelore të mendjes së njeriut. Jam i bindur se duke përdorur gjuhën e përditshme, është krejtësisht e mundur të sqarohen ligjet themelore të jetës dhe të shpirtit njerëzor. Lexuesi do të bindet se fjalori me të cilin është shkruar ky libër i përgjigjet stilit të fletushkës së tij ditore, revistës së dëshiruar, bisedave të punës ose të atyre shtëpiake. Prandaj, porosis lexuesin që librin ta studioj me vëmendje dhe t'i përdor teknikat e cekura në të. Nëse vepron kështu, jam i bindur se do ta përvetsoj aftësinë për të krijuar çuditëra, të cilat do ta lirojnë nga hutia, nga mjerimi, nga mërzia dhe nga pasuksesi, si dhe do ta udhëzoj ka vendit që i takon. Po ashtu, do ta liroj nga kokçarjet e robërisë emocionale dhe fizike, si dhe do ta nxjerrë atë në rrugën e lirisë, të fatit dhe të qetësisë shpirtërore. Forca çuditbërëse e ndërdijes është në gjendje ta shërojë dhe ta rikthejë forcën jetësore, duke i mbizotëruar fuqitë e veta të brendshme. Lexuesi do t'i rrënojë muret e frikës dhe do të hyjë në jetë, në lirinë madhështore të fëmijëve të Zotit, siç ka thënë Shën Pali. Lirimi i fuqive çuditbërëse. Vetë shërimi gjithnjë ka paraqitur pasqyrën më bindëse të pranisë së fuqive të ndërdijes në vetë njeriun. Para 42 vjetësh, me sukses u lirova nga tumori malign. Ekspertët e mjekësisë e quanin sark, pikërisht duke u shërbyer me fuqinë e ndërdijes e cila më krijoi dhe më mba në jetë. Në vazhdim të këtij libri paraqes teknikën me të cilën jam shërbyer. Jam i bindur se secili që e pranon do t'i ndihmojë ta fitojë besimin në të ekzistuarit e fuqisë së paskajshme shëruese në thellësi të ndërdijes njerëzore. Me ndihmë fare jo vetjake të mjekut tim dhe të dashurve të mi, papritmas e kuptova se inteligjenca krijuese, e cila edhe di t'i qëroj hesapet me sëmundjen time, i krijoi të gjitha organet e mia, ma formoi dhe ja dha impulsin fillestar zemrës sime. Fjala urtë thot: mjeku plagën e lidh, ndërsa Zoti e shëron.
Çudirat ndodhin pas lutjes efikase. Lutja shkencore paraqet të drejtuarit në kahje të dëshiruar të veprimit të lidhjes ekzistuese, të gjendjeve të vetëdijes dhe të ndërdijes së shpirtit. Libri të cilin e mbani në duar do t'ju tregoj se si në mënyrë shkencore ta frenoni fuqinë e paskajshme në brendi të vetvetes dhe si të bëheni ai që vërtet dëshironi të jeni. Secili prej nesh synon ka një jetë më të lumtur, më të mirë, më përmbajtësore dhe më të pasur. Është koha e fundit që për këtë qëllim të fillojmë të shërbehemi me forcën çuditëbërëse, poseduese dhe të fusim harmoni në botën tonë për plot probleme profesionale, familjare dhe personale. Përpiquni që ta lexoni këtë libër disa herë. Kaptinat e shumta të tij do t'ju tregoj se në ç'më mënyrë fuqia çuditëbërëse vepron dhe si ta nxirrni frymëzimin e fshehur dhe mençurinë në dritën e ditës. Përvetsojini teknikat e thjeshta të nxitjes së ndërdijes për aksion. Ndiqeni rrugën e re shkencore ka thesarit të paskajshëm. Lexoni këtë libër me kujdes, me sinqeritet dhe me dashuri. Bindeni veten se ai mund t'ju ndihmojë. Jam mësi i bindur se do t'ju ndërroj kahjen e vërtet të jetës suaj. Lufta është gjithkund rreth nesh. A e dini se ç'do të thotë lutje efektive? Në kuadër të aktiviteteve tuaja ditore, kur jeni lutur për herë të fundit? Në rast rreziku, gjatë kohës së vështirësive dhe të sëmundjes, ose në çastet kur ju kanoset vdekja, lutja paraqet rrugdalje. Mjafton të hapni cilën do fletushk ditore anë mban botës, lutjet në çdo çast bëhen për shkak të fëmijës së sëmurë nga ndonjë sëmundje e pashërueshme, për paqen ndërmjet popujve ose për një grup minatorësh të mbuluar nga shembja në korridoret e ndonjë xeherojre. Minatorët e shpëtuar më vonë do të tregojnë se si janë lutur përderisa e pritnin shpëtimin. Piloti do të tregojë se si pa ndërprerë është lutur përderisa përpiqej ta toksojë aeroplanin e dëmtuar. Lutja, me sa dihet, gjithnjë është e pranishme si ndihmë në rast rreziku. Megjithatë, pse të pritet ai në mënyrë që lutja të bëhet pjesë përbërëse e jetës tënde? Titujt me shkronja të mëdha gazetareske shpeshherë flasin për lutjet e pranuara dhe paraqesin pasqyrën e efektivitetit të tyre. Ndërkaq, ç'të thuhet për miliona lutje që bëhen çdo ditë pranë tryezës, në kishë dhe në cilinddo vend tjetër ku njerëzit thjesht kanë për qëllim të bashkuarit me Zotin. Duke punuar me njerëz një kohë të gjatë, jam marrë me hulumtimin e aspekteve të ndryshme të lutjeve. Gjatë kësaj, jam nisur nga përvoja ime, por edhe nga përjetimet e të shumtëve me të cilat kam rënë në kontakt. Problemi më së shpeshti qëndron në të shpjeguarit nga të tjerët se si duhet lutur. Njerëzit kur gjenden në rrezik e humbin aftësinë të menduarit dhe të vepruarit e kthjelltësinë. Mu për këtë është e domosdoshme të gjendet një rregull i thjeshtë, udhëzim i qartë dhe efikas që mund të kuptohet lehtë dhe të vihet në përdorim. Cilësia kryesore e librit. Cilësia kryesore e këtij libri është përdorimi praktik i tij. Ai përmban teknika të thjeshta me vlerë dhe formula që me lehtësi mund të përvetësohen dhe të përdoren në jetën e përditshme. Mbi 1.000 meshkuj e femra të Los Angelesit që u takonin të gjithë mirëbërësve, mirëbesimeve, ndoqën kursin e posaçëm, gjatë të cilit u vura në pa pjesët më të rëndësishme të këtij libri. Pjesëmarrësit vinin nga të gjitha anët, e në disa raste madje edhe nga largësia prej qindra kilometrash. Ky libër do t'ju shpjegoj se pse shpesh ndodh që në vend se të pranohen, lutjet tuaja japin rezultate të kundërta. Njerëzit shpeshherë më ndalin dhe më pyesin, pse nuk më është pranuar asnjëra nga gjithë ato lutje që bëra? Në faqet e këtij libri do ta gjeni përgjigjen. Duke ju ofruar mënyra të ndryshme të nxitjes së ndërdijes për aksion, ky libër paraqet vlerë të jashtëzakonshme dhe ndihmë në rast të çfarëdo vështirësie.
Në çka besoni? Se a do t'jetë e pranuar lutja nuk varet vetëm nga ajo se në çka besojmë, por ajo do të ketë përgjigje vetëm nëse ndërdia e njeriut tregon të menduarit e tij. Ky ligj i besimit vepron në të gjitha religionet e botës dhe është shkak i vërtetësisë së tyre psikologjike. Budisti, krishteri, muslimani dhe qifuti nuk do të marrin përgjigje në lutjet e tyre për shkak të ndonjë vetije të posaçme të religionit të vet, as për shkak të ritualit të liturgjisë të meshës, të kurbanit ose të magjisë, por vetëm duke ju falenderuar besimit, gjegjësisht pranimit mendor të tij, të cilit i është kushtuar lutja. Ligji i jetës është ligji i besimit, ndërsa besimi më shkurtimisht mund të përshkruhet si mendimi i mirë në mendjen e njeriut. Gjendja e shpirtit të njeriut, e trupit të tij dhe rrethanave ku jeton, varet nga mënyra se si ai mendon, ndjen a beson. Teknika gjegjësisht metodologji e bazuar në të kuptuarit e asaj që e punoni dhe e shkaqeve për të cilat pikërisht këtë e punoni, do t'ju ndihmojë të zhvilloni themelet ndërdisore të tjetuarit kualitativ. Lutja e pranuar, sipas esencës së vet, është realizimi i dëshirave më të sinqerta të njeriut. Dëshira është lutja. Te secili prej nesh ekziston dëshira e theksuar për shëndet të mirë, për fat, për siguri, për qetësi shpirtërore, por të shumtëve nuk u shkon përdore që të arrijnë rezultate konkrete. Para ca kohësh më është drejtuar një profesor një fakulteti dhe më thotë: po të mundja ta ndryshoja formulën mendore dhe jetën time emocionale ta drejtoja drejt rrugëve të reja, me siguri se do të shërohesha nga i thati në stomak. Mirë po, nuk posedoj dituri për të bërë këtë, nuk e disponoj teknikën e përshtatshme. Shpirti po më bredh nga njëri problem në tjetrin dhe ndjehem i mundur, i penguar dhe i pafat. Profesori me siguri vetes i dëshironte shëndet të përsosur, mirë po i nevojitej edhe dituria rreth mënyrës së veprimit të mendjes së njeriut, me ndihmën e së cilës edhe do ta realizonte dëshirën e tij. Duke u rrekur përdorimit të metodave shëruese të përshkruara në këtë libër, ai tërësisht u shërua dhe u bë person i kompletuar. Emerson ka thënë: të gjithë njerëzit e botës e kanë një mendje të përbashkët. Fuqitë çuditëbërëse të ndërdijes kanë ekzistuar qysh para se të lindim ne të gjithë, para çfarëdo feje, madje edhe para krijimit të botës. Të vërtetat dhe principet e përjetshme u kanë paraprirë të gjitha religioneve, duke u nisur pikërisht nga ky qëndrim i tillë, do të përpiqem që në kapitujt vijues t'ju udhëzoj ka përvetësimit të forcës së fshehtë misterioze, vezulluese të ndryshimit, e cila do t'ju shërojë të gjitha plagët mendore dhe fizike, do t'ju azgjësoj frikën, si dhe do t'ju ndërprej varfërinë, mos suksesin, vuajtjen dhe të penguarit shpirtëror. Është e nevojshme që ta bëni vetëm bashkimi shpirtëror e emocional të vetvetes me dëshirat tuaja pozitive dhe fuqia krijuese e ndërdijes suaj, aty për aty do të futet në aksion. Mos nguroni, filloni që tani. Le të ndodhin edhe në jetën tuaj çudirat, qëndroni këmbëngulës, mos u tërhiqni, përpiquni që përgjithmonë me të aguar të ditës t'ju zhduken të gjitha hijet. Thesari i fshehur në secilin prej nesh. Pasuria e paskashme ndodhet në afërsi të plotë të secilit njeri që është i gatshëm të hapë shpirtin e vet dhe ta rrëmbejë atë nga thesari kolosal i ndërdijes. Ju që e lexoni këtë libër do të duhet të jeni të vetëdijshëm se pikërisht te vetë ju gjendet xeherorja e arit, e cila përmban çdo gjë që ju nevojitet për një jetë të lumtur, gazmore dhe të pasur. Shumë prej nesh ende janë në gjumë të thellë, të pavetëdijshëm për ekzistimin e xeherores së arit, të inteligjencës së paskajshme dhe të dashurisë në vetvete.
Mësyjani dhe do të nxirrni gjithçka që ju nevojitet, çdo gjë që dëshironi. Një copë hekur i magnetizuar ngrit peshë gati 12 herë më shumë se pesha e vet, po që se e çmagnetizoni, e njëjta copë hekur mund të ngrisë as edhe pendën më të lehtë. Ngjashëm me këtë ekzistojnë 2 lloje njerëzish. Njërit i takoj njerëzit e magnetizuar, me shpresë dhe me besim, të vetëdijshëm si janë të lindur për sukses. Tjetrit i takoj njerëzit që i kanë humbur vetit magnetike, të kapluar me frike me dyshim. Po që se u jepet rasti i volitshëm, gjithnjë do të thonë, e çka nëse mbaroj, mund t'i humbas të gjitha parat, njerëzit do të më përqeshin. Ky tip i njeriut nuk do të ecë larg në jetë sepse i kapluar nga frika dhe nga përparimi do të qëndrojë në vend. Nisuni përpara, mbushuni me vetim magnetike, zbulojeni fshehtësinë shekullore. Fshehtësia e madhe shekullore. Ç'është fshehtësia e madhe shekullore sipas mendimit tuaj? Energji atomike? Energji termonukleare? Bombë neutronike? Udhëtim ndërplanetar? Me siguri se s'është asnjëra prej këtyre. Atëherë, si ta gjejmë përgjigjen? Në çka të kihet kujdes? Si të shërbehemi me të? Përgjigja është krejtësisht e thjeshtë. Fshehtësia vezulluese shekullore është fuqia çuditëbërëse e ndërdijes njerëzore. Ajo është e fshehur në thellësi të mendjes së secilit njeri në këtë planet. Fuqia e mrekullueshme e ndërdijes. Në qoftë se mësoheni se si mund të njihni dhe si ta lironi fuqinë e fshehtë të ndërdijes suaj, atëherë në jetën tuaj do ta fusni forcën, pasurinë, shëndetin, lumturinë dhe kënaqësinë. Nuk ka nevojë që të fitoni. Fuqia gjithnjë është në posedimin tuaj. Duhet vetëm përvetësuar mënyra e përdorimit të saj, të kuptohet ajo dhe të përdoret në mënyrë të duhur në të gjitha poret e jetës. Po që si ndiqni teknikat dhe proceset e thjeshta të përshkruara në këtë libër, do t'i fitoni njohuritë dhe kuptimet e nevojshme. Do t'ju frymëzojë një ditë e re dhe te ju do të lindë një forcë e re. Me ndihmën e së cilës do t'i realizoni dëshirat dhe ëndrat tuaja. Bëhuni të vendosur dhe të fortë, bëjeni jetën tuaj më të rëndësishme, më të pasur dhe më bujare. Në thellësi të ndërdijes suaj gjendet urtësia e paskajshme, fuqia e pakufizuar, burimi i çdo gjëje që ju nevojitet. Ju duhet vetëm që t'i zbuloni ato, t'i zhvilloni dhe t'i qitni në dritë. Njihni mundësitë e shpirtit tuaj, i jepuni trajtën dhe ata do të dalin në botë. Po që se shpirtin tuaj e hapni dhe e bëni të pranueshëm, inteligjenca e pakufishme e brendësisë së ndërdijes suaj në çdo kohë dhe në çdo vend do t'ju zbulojë çdo gjë që dëshironi të dini. Do t'ju vinë mendime të reja, ide të reja që do t'ju çojnë ka zbulimeve të reja, do t'ju aftësojnë që të krijoni vepra të reja artistike dhe praktike. Pos kësaj, inteligjenca e paskajshme e ndërdijes do t'ju tregojë rrugën e cila ju çon ka të vërtetave dhe njohurive plotësisht të reja dhe deri tani të panjohura. Do t'ju zbuloj për sosshmërinë e të shprehurit dhe do t'ju tregoj vendin e vërtet në jetë. Me ndihmën e mençurisë së ndërdijes do t'jeni në gjendje ta tërhiqni shoqen ose shokun tuaj të jetës ose bashkëpunëtorin dhe do të gjeni blerësin e vërtetë të shtëpisë ose automobilit ose do të tuboni mjete të mjaftueshme materiale dhe do të fitoni lirinë për t'u bërë, për të shkuar, për të punuar sipas dëshirës suaj. E drejtë juaja është që ta zbuloni botën e brendshme të mendimeve, të ndjenjave, të forcës, të dritës dhe të bukurisë. Edhe pse të padukshme, fuqitë e ndërdijes janë teje të furishme. Në ndërdije gjenden zgjidhjet e të gjitha problemeve, shkaqet e të gjitha ndodhive.
Duke i liruar fuqitë e fshehura, do t'i përvetsoni fuqitë dhe mençuritë e nevojshme, të cilat do t'ju çojnë ka begatia, ka lumturia, ka siguria dhe ka kënaqësia. Kam parë se si fuqia e ndërdijes ua kthen forcën gjymtyrve, i aftëson ata që të përtëritin shëndetin, kuptimin dhe kënaqësinë. Forca çuditëbërëse shëruese e ndërdijes është në gjendje që ta shërojë mendjen e trazuar dhe zemrën e plasur, t'i këpusë zinxhirët material dhe fizik të gjitha llojeve. Domosdoshmëria e ekzistimit të themeleve të praktikës. Asgjë mund të paramendohet ndonjë përparim sadopak i rëndësishëm pa themele të praktikës. Gjithkush mund të mësojë ta udhëheqë ndërdijen e vet. Nga shkalla se sa u ka shkuar për dore t'i njihni principet e saj dhe t'i praktikoni ato, varen edhe të arriturit e rezultateve të dëshiruara. Si kimisti dikurshëm do t'ju vënë pa faktin e mirënjohur se bashkëdyzimi i hidrogjenit me oksigjenin nëpër masën 2:1 na jep ujin. Po ashtu, me bashkimin e një atomi të oksigjenit dhe të një atomi të karbonit, fitohet gazi helmues, monoksidi i karbonit. Po ta shtojmë edhe një atom të oksigjenit, do të fitojmë gazin jo të dëmshëm, dioksidin e karbonit. Numri i kombinimeve është shumë i pakufizuar. Duhet pasur ndërmend se ndërdia vepron në pajtim me ligjshmëritë që vlejnë në kimi, në fizik dhe në matematikë. Të shqyrtojmë principin e përgjithshëm. Uji synon të ketë pozitë horizontale. Në pyetje është principi i përgjithshëm i cili vlen për ujë në çdo vend dhe në çdo çast. Të shqyrtojmë edhe një princip. Materia nga nxehtësia bymehet dhe kjo është e vërtetë e përgjithshme. Plotësisht i vërtetë është edhe fakti se çdo shenjë që e futni në ndërdije e gjen shprehjen e vet materiale si përvojë, si ndodhi, as si veti. Lutja që e bëni do të hasë në mirëpritje, sepse ndërdia paraqet principin që nënkupton mënyrën se si një vend, se si një send vepron. Principi i elektricitetit, për shembull, do të thotë se elektriciteti vepron nga potenciali më i lartë ka më i ulti. Duke shfrytzuar principin e elektricitetit, njeriu atë nuk e ndryshon, por në bashkëpunim me natyrën vjen deri te zbulimet edhe shpikjet e reja, me vlerë të papërcaktuara për llojin njerëzor. Është e nevojshme të dini se ç'është besimi, pse dhe si vepron ai. Bibla në mënyrë shumë të qartë, të thjeshtë dhe të bukur thotë: për një mend po ju them, nëse ndokush i thot këtij mali, çohu dhe hidhu në det, e nuk dyshon në zemrën e vet, por beson se do të ndodhë siç thot, po ashtu do të ngjajë. Marku 11:23. Ligjshmëria e shpirtit është ligjshmëri e besimit. Kjo do të thotë se duhet besuar në mënyrën e veprimit të shpirtit, se duhet besuar në vetë fen. Besimi që lind në shpirt është mendim i lindur në atë shpirt. Vetëm kjo dhe asgjë më tepër. Të gjitha përvojat, ndodhit dhe vetit janë reagime të ndërdijes ndaj mendimeve të njeriut. Duhet pasur ndërmend fakti se rezultati nuk është vepër e asaj se në çfarë besohet, por e vetë besimit. Ndaluni më me të falur të besimit, të besimeve, të mendimeve jo të vërteta, të besimeve të kota dhe të frikrave që e mundojnë llojin njerëzor. Filloni të besoni në të vërtetat e amshueshme jetësore që nuk ndryshojnë. Atëherë do të shkoni drejt lartësisë, drejt Zotit. Secili që e lexon këtë libër dhe që i përdor principet e cekura të ndërdijes, do të jetë në gjendje që të lutet në mënyrë shkencore dhe efikase, si për veten, ashtu edhe për të tjerët. Lutja do të jetë pranuar në pranim me ligjin universal të aksionit dhe të reaksionit. Të menduarit është aksion prej të cilit çdo gjë fillon. Reaksioni paraqet përgjigjen nga ndërdia, të lidhur ngushtë me të menduarit.
Në mendjen tuaj krijoni mendime për harmoni, për shëndet, për paqe dhe për disponim. Atëherë, çudirat do të fillojnë të ndodhin edhe në jetën tuaj. Natyra e dyfisht e mendjes. Secili prej nesh posedon një mendje, një shpirt e i cili ndërkaq posedon dy veti të ndryshme. Kufiri që i ndan ato të gjitha qenieve mendore të së sotmes u është mirë e njohur. Secila nga vetitë e caktuara dallohet nga fuqitë dhe nga shenjat e posaçme të vetprira. Dy funksionet të mendjes njerëzore në të shumtën e rasteve i shënojmë si mendje objektive dhe subjektive, si vetëdije dhe ndërdije, si mendje e zgjuar dhe e fjetur, si mendje sipërfaqësore dhe e thellë, si mendje me dëshirë dhe e detyruar, si princip mashkullor dhe femëror e tjerë. Në këtë libër, në shumicën e rasteve, shënohet dyfishtësia e mendjes njerëzore me nocionet vetëdija dhe ndërdija. Vetëdija dhe ndërdija. Me qëllim të kuptuarit të funksioneve të mendjes suaj, paramendojeni atë si një kopësht. Ju jeni kopshtari që tërë ditën diçka mendon mbjell. Ato që keni mbjell në ndërdije do ta korrni në trupin tuaj në marrëdhënie me botën e jashtme. Është koha e fundit që të filloni mbjelljen e mendimeve për paqe, për fat, për mirësi edhe për përparim. Mendoni në qetësi. Koncentrohuni në vlerat e vërteta. Përvitsojeni ato si pjesë të vetëdijes. Po mbollët pa ndërprerë mendime të mrekullueshme në kopshtin e mendjes tuaj, do të përjetoni korrje më të begatshme nga të gjitha korrjet. Ndërdija mund të krahasohet me tokën ku rriten të gjitha llojet e bimëve, si të mirat ashtu edhe ato të dëmshmet. Dikush korr fruta e dikush barëra, secili mendim është shkak, ndërkaq të tjerat janë vetëm pasoja. Mu për këtë, patjetër, duhet t'u kushtoni rëndësi mendimeve tuaja dhe të kujdeseni që ato të sjellin vetëm pasojat e dëshiruara. Po që se keni mendime të shëndosha, po që se e kuptoni të vërtetën, po që se mendimet tuaja në ndërdije janë konstruktive, të harmonishme dhe të drejtuara ka paqja, fuqia çuditëbërëse e ndërdijes do t'ju përgjigjet dhe do t'ju sigurojë jetë të këndshme dhe të harmonishme. Në momentin kur do ta keni përvetësuar të kontrolluarit e proceseve të menduarit tuaj, do t'jeni në gjendje që forcën e ndërdijes ta përdorni ndaj çfarëdo problemi dhe vështirësie. Me fjalë të tjera, do ta filloni një bashkëpunim të vetëdijshëm me forcën e pakufizuar dhe me ligjin e plot fuqishëm që mbretëron në mbar botën. Po u rrotulluat rreth vetes, do të vëreni se shumica dërmuese e njerëzimit është e kthyer ka bota e jashtme. Vetëm të arsimuarit interesohen më tepër për botën e brendshme. Kini ndërmet faktin se bota e jashtme është prodhim i botës së brendshme, i botës së mendimeve, të ndjenjave dhe parafytyrimeve. Pra, kjo botë e brendshme është fuqi e vetme krijuese e gjithësisë. Çdo gjë që ndodh në botën e jashtme është e krijuar me veprim të vetëdijshëm atë pa vetëdijshëm në mendjen tuaj. Njohja e procesit të depërtimit të vetëdijes dhe të ndërdijes do t'ju bëjë të mundur ta ndryshoni jetën tuaj. Për t'i ndryshuar pasojat, është e nevojshme të ndryshoni shkaqet. Shumica përpiqen t'i ndryshojnë pasojat duke u marrë veçanërisht me to. Vetëm me largimin e shkakut është e mundur që të tejkalohet mospajtimi, vetija, mjerimi të kufizuarit e çfarëdo lloji. Shkaku, siç është thënë më parë, është mënyra se si e përdorni vetëdijen tuaj. Gjejsisht, mënyra se si mendoni dhe përfytyroni. Le t'ju bjerë ndërmend se jeni duke jetuar në oqeanin e paarritshëm të pasurisë së pakufishme. Ndërdija juaj është shumë e ndjeshme ndaj mendimeve. Mendimet, nga ana e tyre, krijojnë modelin e matricës nëpër të cilën rrjedh inteligjenca e paskajshme, mençuria, forca jetësore dhe energjia ndërdijes suaj.
Po guxua t'i përdorni ligjshmëritë e mendjes, ashtu siç u cek në kaptinat vijuese, në vend të skamjes do të keni pasuri, në vend të besimeve të kota dhe të mosdijes, mençuri, në vend të dhimbjes, qetësi, në vend të mërzisë, gëzim, dhe në vend të frikës, besim, në vend të mos suksesit, sukses, dhe do të liroheni nga të përqafuarit e fortë të mesatares. Vallë nga aspekti mendor, emotiv dhe material, a mund të ketë diçka më të mrekullueshëm dhe më të bukur në botë? Shumica e shkencëtarëve, artistëve, poetëve, këngëtarëve, shkrimtarëve dhe shpiksve të mëdhenj posedojnë njohuri dhe kuptueshmëri të thellë të mënyrës së veprimit të vetëdijes dhe ndërdijes. Ja një shembull. Tenorin e madh të operas italiane, Enrico Caruso, e pati kapluar trema e rrëmbyeshme. Nga frika irracionale plotësisht ju paralizuat qafa. Në përfytyr i rriste djersa. E pati kapluar turpi sepse pas disa minutash duhet të dilte në skenë, mirë po frika nuk lëshon të pe, e me të as muskujt e qafës. A i thoshte, do të më përqeshin, nuk jam në gjendje të këndoj. Pastaj, në prezencë të një numri të madh të tubuarve, pra pas skenës, bërtiti. Uni i vogël do ta ngulfas unin e madh. Pastaj, uni të vogël ju drejtua me këto fjalë. Dil prej nesh, uni i madh do të këndoj. Me unin e madh ai nënkupton fuqinë e paskajshme dhe mençurinë e ndërdijes së vet. Vazhdoi të bërtiste, dil, uni i madh do të këndoj. Ndërdia ju përgjigj duke ja liruar fuqitë jetësore në brendi të trupit të tij. Mu ashtu siç ishte paraprar, Carusoja pati dal në skenë, e pat kënduar melodinë e vet madhështore dhe pati ngritur publikun në këmbë. Carusoja, siç duket, e ka kuptuar se ekzistojnë dy nivele të mendjes së njeriut, niveli i vetëdijes ose racional dhe ai i ndërdijes ose irracional. Ndërdia njerëzore është mjaft e ndjeshme dhe reagon madje edhe ndaj natyrës së mendimeve. Nëse vetëdia, uni i vogël, e ka plon frika, atëherë halli ose ngarkesa psikike do të vinë deri tek shpërthimi i ndjenjave negative që burojnë nga ndërdia, uni i madh, e cila nga ana e vet e përshkon vetëdijen me ndjenja paniku, me parandjenja të errta dhe të dëshpërimit. Nëse ju ngjan kjo, përpiquni që, sikurse Carusoja, t'i urdhëroni ndjenjat tuaja irracionale, të lindura në thellësi të ndërdijes dhe atë në mënyrë vijuese. Ngadalë qetësohu, këtu urdhëroj unë, je i detyruar të më dëgjosh, e ke të ndaluar të futesh aty ku nuk e ke vendin. Është tepër interesante në fakt gati mahnitse të vështrohet se si urdhri i prerë i drejtuar ndaj lëvizjeve iracionale në brendi të qenjes thelbësore të njeriut shkakton qetësi, heshtje dhe harmoni shpirtërore. Ndërdia i është nënshtruar vetëdijshëm dhe pikërisht për këtë ajo quhet ndërdije. Dallimet kyçe dhe mënyra e veprimit. Shembulli vijues do t'ju ndihmojë që t'jetoni dallimet kryesore. Vetëdia ka rolin e kapitenit që gjendet në vendkomandimin e anijes. Ai drejton anijen dhe u jep urdhra njerëzve në repartin e makinave, të cilat nga ana e vet bëjnë mbikëqyrjen e kazanëve, të instrumenteve, atë instalimeve të tjera. Njerëzit që gjenden në repartin e makinave nuk e kanë të ditur drejtimin e lundrimin e anijes. Ata thjesht veprojnë sipas urdhrave të marra, po qëse në rast të leximit të gabuar të dhënave nga kompasi, sekstana ose harta gjeografike, njeriu nga vend komanda jep urdhra të gabuara, makinistët verbërisht do të shkojnë drejt shkëmbimeve në New York. Pra, ata i nënshtrohen atij, sepse ai është e prori i tyre. Urdhrat kryhen pa kundërshtim. Antarët e ekuipazhit nuk diskutojnë me kapitenin rreth rregullsisë apo parregullsisë të urdhrit. Kapiteni është i zoti i anijes dhe fjala e tij është ligj.
Ngjashëm me këtë, vetëdia juaj është kapiteni dhe i zoti i punëve që kryeni. Ndërdia i pranon urdhrat që ja jepni në bazë të asaj në çka besoni dhe çka pranon si të vërtetë vetëdia juaj. Po që se vazhdimisht para njerëzve përsërisni "kjo është shumë e shtrenjtë për mua", ndërdia do t'ju kuptoj me seriozitet, do t'ju marrë fjalën dhe do të kujdeset që vërtet mos jeni në gjendje për ta blerë sendin e dëshiruar. Përderisa me këmbgulje pohoni se ky automobil, udhëtimi për në Evropë, shtëpia, gëzofi i lëkurës nuk janë për mua, mund t'jeni të bindur se ndërdia juaj do ta dëgjoj urdhrin dhe do të bëjë çmos që tërë jeta t'ju kaloj pa të mirat e lartë përmendura. Vitin e kaluar, në prag të Krishtlindjeve, një studente dashamirëse ishte ndalur pranë vitrinës ku ishte ekspozuar një çantë udhtimi shumë e bukur, por mjaft e shtrenjtë. Ajo sapo ishte nisur për në vendlindje ku duhet të kalonte festën. Në momentin kur që përgatitur të thoshte "kjo çantë është tepër e shtrenjtë për mua", ju kujtua fjalia që e kishte dëgjuar gjatë ligjëratës sime. Asnjëherë mos vendosni prerë me fjali mohuese. Në vend të tij, jepini domethënie të kundërt dhe çudirat pastaj do të fillojnë t'ju ndodhin. Prandaj vajza tha: "Kjo çantë është e imja. Mendimisht e pronsoj, kurse ndërdia ime do të përkujdeset që ajo një mend të bëhet e imja." Po atë mbrëmje, rreth orës 8, i fejuari ja dhuroi një çantë identike me atë që kishte vështruar dhe me të cilën mendimisht që identifikuar në orën 10 të mëngjesit. Vajza vetëm se në mendje shpresonte duke ja lënë ndërdijes që ajo me aftësinë e mjaftueshme ta zgjidhte problemin. Më vonë më ishte rrëfyer. Nuk kisha para për ta bler çantën, mirë po tani plotësisht e kam të qartë se ku gjendem parat dhe çdo gjë tjetër që më nevojitet, në thesarin e amshueshëm të vendosur në brendi të vetes sime. Ja edhe një shembull i thjeshtë. Nëse thoni, nuk më pëlqejnë kërpudhat, por me ndonjë rast megjithatë ju ofrojnë ato me sallatë ose si paragjell, do e mos do të keni probleme me organet e tretjes, sepse ndërdia do t'ju thotë: pastroni, vetëdia nuk i do kërpudhat. Në këtë shembull, nga pak qesharak, lehtë mund të hetohen dallimet kyçe dhe mënyrat e veprimit të vetëdijes dhe ndërdijes së qenies njerëzore. Dikush do të thotë: "Po e piva një kafe para mbrëmjes, nuk do të flet tërë natën." Gjithnjë kur pi kafe, ndërdia cingëron në shenjë alarmi dhe thotë: "Patroni të urdhëron që sonte të mos flesh tërë natën." Ndërdia juaj punon 24 orë duke u përpjekur që këtë ta bëjë në dobin tuaj, gjegjësisht duke ju ofruar frytet tuaja të menduarit. Mënyra e reagimit të ndërdijes. Para ca muajsh më erdhi një letër me këtë përmbajtje: "Jam një e veshta të 15 vjeçare, fëmijët më janë rritur. Një kohë të gjatë kam jetuar vetëm me ndihmën e një pensioni teje të vogël. Në ligjëratat e tua mbi vetitë e ndërdijes, kam dëgjuar se me përsëritje, me besim dhe me shpresë, çdo ide mund të futet në ndërdije. Prandaj fillova të përsëris në vete. Dikush më do, jam në martesë të lumtur me një njeri plot dashamirësi, me një njeri të mirë që u është kthyer gjërave shpirtërore. Jam e përkujdesur." Pas 2 javësh, mu pranë shëtitores më të afërt, u njoha me një farmacist të pensionuar. E vërteta se ishte shumë i sjellshëm, i kuptueshëm e besimtar i mirë. Ai në mënyrë të përkryer i plotësonte kushtet e realizimit të lutjes sime. Me të kaluar java, më afroi martesë. Tash gjendemi në udhëtimin martesor nëpër Evropë. Jam e bindur se para altarit na pruri inteligjenca vendosur diku thellë në ndërdijen time. Kjo grua zbuloi se thesari gjendet në vetë brendinë e saj. Zemra ja ndjeu sinqeritetin e lutjeve dhe ja hapi portat e ndërdijes, ku sikurse në mediumin e vërtetë të krijimtarisë, ato ju realizuan.
Në qastin kur ajo subjektivisht u përcaktua për ato që i nevojiteshin, ndërdia e saj, në bazë të ligjit mbi tërheqjen, e gjeti zgjedhjen e vërtetë. Së fundi, o vëllezër, mundohuni të keni në zemër gjithë çka është e vërtetë, gjithë çka është e ndershme, gjithë çka është e drejtë, gjithë çka është e pastër, gjithë çka është e shenjtë, gjithë çka është e denjë për dashuri, gjithë çka është e denjë për lavdi, gjithë çka është virtyt. Pasqyra e shkurtër e mendimeve që duhen mbajtur mend. Thesari gjendet i fshehur në thellësinë tuaj. Përgjigjet e dëshirave të zemrës suaj gjurmojini në brendi të vetvetes. Fshehtësia e madhe, zgjidhjen e së cilës e posedonin njerëzit e shuar të gjitha epokave, ndodhet në aftësinë e tyre të zbuluarit dhe të lirimit të fuqisë së ndërdijes së vet. Edhe ju jeni në gjendje ta bëni këtë. Ndërdia i di përgjigjet e të gjitha pyetjeve, po qëse mu para se të bini në gjumë, ndërdijes suaj i thoni, dëshiroj të zgjohem në orën 6, ajo do t'ju zgjoj pikërisht në atë kohë. Ndërdia është ndërtues i trupit tuaj dhe është në gjendje që t'ju shëroj. Çdo natë thellohuni në gjumë duke menduar për shëndet të përsosur dhe ndërdia juaj si shërbëtor besnik do ta kryej urdhrin tuaj. Çdo mendim është shkak, ndërsa çdo veti pasojë e saj. Po deshe të shkruani ndonjë libër, ndonjë pjesë teatrale, të mbani ndonjë ligjëratë të suksesshme, dëshirën tuaj me kujdes dhe me dashuri, shprehjani ndërdijes suaj. Ajo, jini të bindur, do t'ju aplotsojë atë. Njeriu është sikur se kapiteni që drejton anijen, vetëm urdhrat me vende çojnë anijen në liman. Prandaj edhe ju, patjetër t'i keni mendimet dhe përfytyrimet në rregull. Jepuni urdhra ndërdijes suaj, e cila drejton çdo përvojë tuajën. Asnjëherë mos i përdorni shprehjet, kjo është shumë e shtrenjtë ose nuk jam në gjendje ta bëj këtë. Ndërdia gjithnjë do t'ju kuptoj me seriozitet dhe do të përpiqet të mos i fitoni parat, gjejsisht që të mos aftësoheni për atë se çka synoni. Në vend të kësaj, thuajini vetes, me ndihmën e ndërdijes sime, jam në gjendje të bëj çdo gjë. Ligji i jetës është ligji i besimit. Besimi është mendim i lindur në mendje. Mos besoni në gjëra që ju shkaktojnë dëm e dhembje. Besoni se ndërdia është në gjendje t'ju frymëzoj, t'ju jap forcë, si dhe t'ju çojë ka një ardhmërie më të mirë. Suksesi jetësor është plotësisht proporcional me besimin në sukses. Po qëse i ndryshoni mendimet tuaja, do të ndryshoni fatin tuaj. Si punon mendja e njeriut? Secili prej nesh ka mendje dhe do të duhet të di se si ta shfrytëzoj atë. Janë 2 nivelet të mendjes së njeriut, i vetëdijes ose racional, si dhe intërdijes ose iracional. Njeriu mendon me pjesën e vetëdijshme të mendjes së vet. E tëra që e mendon shkon në ndërdije, pastaj si forcë magnetike, si forcë krijuese, nga thellësitë e veta, udhëheq veprimet e njeriut. Pra, ndërdija është thelia e të gjithë ndjenjave, por edhe pjesë krijuese e personit. Po qëse mendoni për diçka të mirë, e mira do t'ju ngjaj. Po qëse mendoni mendime të këqija, do t'ju pasojnë ngjarjet e këqija. Mendja e njeriut pikërisht në këtë mënyrë punon. Si piknisje duhet pasur ndërmend me sa vijon. Kur ndërdia pranon ndonjë mendim, në të njëjtin çast ajo fillon ta realizojë atë. Ky ligj i ndërdijes vlen si për mendime pozitive, ashtu edhe për ato negative. Po qëse atë e drejtojnë idetë e këqija, ndërdia sjell mos sukses, pafatësi, shtrëngim. Po qëse të menduarit tuaj është harmonik dhe konstruktiv, do të kënaqeni me shëndet të përsosur, me begati dhe me sukses.
Qetësia shpirtërore dhe trupi i shëndosh janë rezultati domosdoshëm i të menduarit pozitiv. Çdo gjë që mendimisht dhe emotivisht e paraqisni si të vlefshëm, ndërdia juaj do ta pranojë dhe do ta inkuadrojë atë në përvojën tuaj. Pra, është e nevojshme që vetëm ta lajmëroni ndërdijen tuaj për të pranuar mendimin tuaj pozitiv dhe sipas ligjit të ndërdijes do të përjetoni qetësi, do të arrini në pozitë të dëshiruar shoqërore e të ngjashme. Juve ju mbetet vetëm që të urdhëroni, ndërkaq ndërdia besnikërisht do ta reproduktojë atë mendim që e përmban ai urdhër. Shkurt, ndërdia reagon ose përgjigjet në pajtim me natyrën e mendimeve të cilat rojiten në vetëdije. Psikologët dhe psikiatrit me ngulm pohojnë se çdo kalim mendimesh në ndërdije i përgjigjet procesit kimik të caktuar në qelizat e trurit. Me të pranuar idenë, ndërdia në të njëjtin çast fillon ta zbatojë atë në praktik. Gjatë kësaj, ajo shërbehet me tërë njohurinë jetësore të grumbulluar deri në atë moment duke u mbështetur në forcën e paskajshme, si dhe në energjinë e në mençurinë që e ka secili prej nesh. Qëllimi të vet ajo ja nënshtron të gjitha ligjet natyrore. Ndonjëherë, deri te zgjidhja arrihet aty për aty, por ka raste kur duhet pritur me ditë, me javë ose edhe më gjatë. Rrugët e saj janë të paarritshme. Dallimi ndërmjet vetëdijes dhe ndërdijes. Duhet ditur se nuk janë në pyetje dy mendje të ndryshme, por dy fusha të aktivitetit në brendi të një mendjeje. Vetëdia është pjesë e mendjes që mendon. Asaj takon aktiviteti i të përcaktuarit, i të zgjedhurit. Për shembull, i zgjedhni librat që do t'i lexoni, vendin ku do të banoni, personin me të cilin do të jetoni. Me një fjalë, vetëdia i bie vendimet. Nga ana tjetër, zemra juaj punon në mënyrë automatike pa ndërhyrjen e vetëdijes, që gjithashtu vlen edhe për procesin e tretjes, të qarkullimit të gjakut dhe të frymëmarrjes. Proceset e cekura janë të pavarura nga vetëdia. Siç është thënë, ndërdia pranon çdo gjë që i ofrohet, gjegjësisht atë se në çka beson vetëdia. Ndërdia nuk mendon, nuk dyshon e as nuk hyn në diskutime. I ngjan shumë arës që pranon çdo lloj fare, qoftë ajo e mirë a e keqe. Vetëm mendimet janë vepruese dhe në pajtim me shembullin e cekur mund të identifikohen me farën. Mendimet negative shkatëruese e kanë të njëjtin efekt edhe në ndërdije dhe, pas një kohe të duhur, gjithnjë lajmërohen si përjetim përkatës. Mbani mend se ndërdia nuk merret me të menduarit për atë se a janë mendimet tuaja të mira atë liga, të vërteta atë pavërteta, por ajo reagon sipas natyrës së mendimeve që i ofrohen. Po qëse për shembull ndonjë fakt e pranoni me vetëdije, edhe pse ai është i pavërtet, ndërdia juaj do ta pranojë si të vërtetë dhe do të përpiqet që t'ju sjellë rezultate gjegjëse.